Mirëmbrëma të nderuar shikues, kudo që ndodheni, kënaqësi që takohemi në emisionin Vojazh. Sot kemi nisur emisionin Vojazh me 1 orë nga termini ynë pak më vonë, natyrisht për shkak të ndeshjes që ka luajtur kombëtarja e Kosovës dhe analizat që kanë bërë kolegët e redaksisë së sportit. Por edhe ne sot nuk do të largohemi nga kombëtarja. Edhe në emisionin Vojazh sot do të flasim për kombëtaren. Do të flasim për historikun e kombëtares së Kosovës, nga ëndra në realitet. Si u themelua kombëtarja e Kosovës në vitin 1991, në atë periudhë kur gjithçka në Kosovë kishte pushuar për shkak të dhunës dhe sistemit të Miloševićit, edhe futbolli, edhe kombëtarja kishte filluar një jetë të pavarur, sikurse të gjithë institucionet të tjera. Cila ishte ndeshja e parë që kishte luajtur kombëtarja e Kosovës? Kush ishte përzgjedhësi i parë apo trajneri i parë i kombëtares së Kosovës? Kush ishin futbollistët e parë të kombëtares së Kosovës? Natyrisht sot do diskutojmë se a do t'i themi kombëtare apo përfaqësues e Kosovës në këtë debatin e famshëm që e kemi brenda këtu në Kosovë, se ky ekip i Kosovës është kombëtare apo përfaqësuese. Sidoqoftë, sot në kuadër të këtij emisioni, pra Vojazh, do të mësoni për historikun e kombëtares së Kosovës. Fillimisht të nderuar shikues, ju ftoj që ta ndiqni një dokumentar të shkurtër të përgatitur nga kolegu Arben Berisha, rrugtimin pra të kombëtares nga fillimi deri tek antarësimin e UEFA dhe FIFA. Dhe më pas do t'i kemi 2 mysafir me të cilët do të diskutojmë pikërisht për këtë temë, pra historiku i kombëtares nga ëndra në realitet. Rrugtimi i vështirë i ndërkombëtarizimit të futbollit kosovar kap periudhë kohore prej një qerek shekulli. E sa po dal nga mëvendësimi i sportit kosovar nga ish Jugosllavia, Federata e Futbollit të Kosovës, me mandat të fituar në vitin 1991, kishte filluar menjëherë përpjekjet për t'u antarësuar në Konfederatën AM, dhe kjo ishte një nga objektivat e udhëheqësisë së asaj kohe. Qëllimi i parë ka qenë që të organizohen gara dhe të fëmijët, djemtë e ri t'i tërheqim nga rruga dhe t'i afrojmë sigurisht për arsyena shumë të rëndësishme që edhe ma vonë dulën në pa, kurse qëllimi i dytë ka qenë që Federata e Futbollit të Kosovës të antarësohet në UEFA dhe FIFA. Shpresat, sa do të vogla që ishin, u rritën kur edhe shtypi huaj avokoi për çështjen e futbollit kosovar. Mirë, mas jemi drejtu UEFA-s. Një listë, një gazetë magjare ungares ka shpallë që kjo Kosova, Federata e Kosovës do të pranohet në UEFA para Makedonisë, para Bosnës, e mas asaj kanë filluar, po them, represionet, por në mënyrë jemi thirrë në sekretariat. Presion ka pas. Presion ka pas psikisht, po. Pse jemi ilegalisht, që nuk pranojmë Serbinë, Jugoslavinë atëherë, por përpjekjet tona janë nalë. Fillimi duke i shpresdhënës, kur aplikimi ishte bërë gati dhe po i dërgohej Konfederatës AM. Profesorin e ndjer Febiagani, i cili na ka dhënë udhëzime shumë të arsyeshme se si duhet ta trasojmë rrugën për pranim në institucionet ndërkombëtare. Korrespondenca me UEFA-n vazhdoi. Ajo kërkoi më shumë dokumenta e më shumë informacion. Përgjigjen e parë na kanë kthyer më njëherë pasi që kanë pranuar shkresën tonë dhe na kanë kërkuar aktet normative. Çështja e ndërkombëtarizimit mbeti pezull, ndërkohë që përpjekjet për ta ndërtuar një reprezentacion nuk rreshtën. Organizua dhe reprezentacioni i Kosovës, ku ka qenë selektor Ajet Qosholli, ashtë organizuar ndeshja faktikisht me shqiptar e Maqedonisë, Maqedonia Piran Timur dhe me Shqipërinë. Ato kanë qenë momente që janë temelet e reprezentacionit të sotëm. Federata vazhdoi të funksiononte në mënyrë paralele, pa ju njohur subjektiviteti nga organizmat ndërkombëtar. Në krye të saj, në mandat ishte edhe i ndjeri Recep Abdullahu.
Ai e drejtoi shtëpinë kosovare të futbollit në një periudhë teje të ndjeshme, në periudhën para shpërthimit të luftës e deri në çlirim. Kur vendi ishte i përfshirë në luftë, për ndërkombëtarizim ishte pothuajse e pamundur qoftë edhe të mendohej, ndërkohë që vetë lufta detyroi çugarat në futboll, si edhe në çdo sport tjetër të pezulloheshin. 2 mandate në krye të shtëpisë kosovare të futbollit më pas ju besuan Sabri Hashanit, që u udhëhoqi FFK-n deri në vitin 2006. Në drejtimin e tij, çështja e ndërkombëtarizimit, sado që ishte prioritet, kishte ngecur, sepse edhe statusi politik ishte i pazidhur dhe se futbolli thjesht nuk ishte prioriteti kryesor i vendit. Sekretari i përgjithshëm i Federatës i asaj kohe, Blerim Vula, thotë se pengesa kryesore ishte neni i famshëm në UEFA-s, që refuzonte ta pranonte çdo federat që nuk vinte nga një shtet antar i Kombeve të Bashkuara. Qysh atëherë i plotësonin të gjitha kriteret elementare, bazike për të qenë antar të UEFA-s. Derisa ndërkombëtarizimi po ngeste, si pasojë e pengesave juridike, federata po kërkonte ta mbante gjallë ekipin përfaqësues. Si rezultat, ajo ja doli që në Prishtinë, më 6 shtator 2002, ta organizonte miqësorën me kombëtaren e Shqipërisë, e cila po përgatitej për eliminatorët e evropian të vitit 2004. Pumnica, 8 Ismet Munishi, 9 Zenun Selimi. Hashani drejtoi FFK-n deri në vitin 2006, kur nga Ministria e Sportit në krye të Këshillit të Përkohshëm të Federatës ishte emëruar Fadil Vokri. Ky këshill do ta drejtonte federatën deri në kuvendin zgjedhor, ku ai u konfirmua si kryetar. Dhe pikërisht viti 2006 ishte viti kur u rivendosën kontaktet me asociacionet ndërkombëtare. Në të vërtetë, për dallim nga vitet e 90-ta, kur UEFA ishte pika e kontaktit, tani në udhëheqjen e Vokrit, kontaktet e para u vendosën me FIFA-n. Ne i informuam dhe shtruam disa kërkesa, jo vetëm një. Mirë po ka vështirësi dihet, sepse nuk jemi të pranuar ende. Mirë po shpresojmë se shumë shpejt do të ndodhë kjo. Krejtësisht në mënyrë të paparashikueshme, këto kontakte do të vazhdonin për më shumë se një dekadë të plotë, deri në momentin më kulminant të futbollit kosovar. Gjërat lëviznin ngadalë, por ishte qartë se s'kishte kthejmë prapa. Kontaktet me FIFA-n dhe me kreun e saj Sepp Blatter, tashmë një mik personal i Fadil Vokrit, po shpeshtoheshin, ndërkohë që kërkesat dhe presionet e këtij të fundit po rriteshin. Ka qenë njeriu i parë i cili ka hapur dyert të futbollit Kosovës. Ai bënte thirrje vazhdimisht që t'i njihej e drejta e zhvillimit të ndeshjeve ndërkombëtare të karakterit miqësor, si një piknisje që më pastaj do t'i hapte dyert e zhbllokadës së plotë. Përkundër vështirësive, refuzimeve, rezistimeve e pengesave që haseshin kryesisht nga lobi serb, Federata e Futbollit e Kosovës në fundin e 2013-shit dhe fillimin e 2014-shit mori lajmin që kishte dëshiruar. Asaj ju lejua zyrtarisht nga FIFA të zhvillonte ndeshjen ndërkombëtare me seleksionin A, me cilën do kombëtarët e botës, pos atyre që dolen nga ish Federata Jugoslave. Kjo s'çonte gjithaq pesh, sepse qëllimi u arrit. Ky, në të vërtetë, ishte një nga gurët kilometrik që më pastaj do të çonte më afër aspiratës së pranimit. Një pamje që do të shihet gjithandej për vitet të tëra, gjatë gjithë historisë. Ky moment nuk do të harrohet asnjëherë. Në mënyrë indirekte, rrjedha e ngjarjeve pas kontakteve me FIFA-n ka bërë që shtëpia botërore e futbollit në çështjen e futbollit kosovar ta implikonte edhe Konfederatën AM, UEFA, sado që kjo refuzonte madje edhe takimet informale, me arsyetimin që pranimi në këtë organizëm s'lejohej
nga një nen i statutit të UEFA-s që parashitet që çdo federat që aspiron të jetë antare saj duhet të vjen nga një shtet që është antar i Kombeve të Bashkuara. Kjo, me të drejtë, u quajt çështje puro politike, çka nuk do duhej të ishte pjesë e sportit, sepse të paktën thuhej që politika s'duhej të përzihej në sport. Me gjithë refuzimet jo të pakta, insistimi nga FFK ishte i vazhdueshëm, por tash ky insistim ishte më i matur, sepse po vinte nga këshillat e meqve të FFK-s që ishin dhe kishin qenë në krye të FIFA-s, Sepp Blatter dhe Jérôme Champagne. Si rrjedhoi e kësaj, 2015 solli një moment që më pas do ta sqaronte të ardhmen dhe fatin definitiv të futbollit të Kosovës. UEFA ftoi në Maltë drejtuesit e Federatës së Futbollit në cilësinë e vëzhguese në takimin e Komitetit Ekzekutiv që do ta fuste çështjen e saj në agjendën e vjeshtës së po atij viti. Do të jemi sinqert të them se personi kyç ka qenë zoti Michel Platini. Hapin vendimtar e ka bërë zoti Platini në Maltë, kur është edhe të i kaluar blokoda përmes nenit famoz. Në agjendë figuroi si pikë e rendit të ditës çështja e futbollit kosovar dhe me që komiteti UEFA se pranoi si temë, ja delegoi kongresit të ardhshëm të saj në Budapest të Hungarisë që ta fuste si pikë të rendit të ditës dhe si pikë për t'u hedhur në votim. Megjithëse kjo ishte e paraparë që të ndodhte në muajin mars, skandalet që plasën në UEFA dhe në FIFA bën që Kongresi i Budapestit të shtyhej për fillimin e majit 2016. E data 3 e atij muaji shënon për mbylljen e një përpjekjeje të madhe të gjeneratave të ndryshme, me qëllim ndërkombëtarizimin e futbollit të Kosovës. Për këtë çerek shekulli, seleksioni i Kosovës hasi në vështirësi të mëdha për të grumbulluar e takuar, për të koordinuar e dakorduar, sidomos në gjetjen e kundërshtarëve të respektuar, kur dihej se në botë ky reprezentacion nuk njihej. Themelet e seleksionit të sotëm ishin vënë nga seleksionuesi i parë Ajet Shosholli, për të vazhduar me Bylbyl Sokoli, Muharrem Saitin, Edmond Drugovën dhe me Albert Bunjakin. Përfaqësuesja ka ndruar shumë gjenerata, shumë futbollist, tashmë veteranë e legjendat të këtij sporti në vendin tonë. Dikur veshnin fanellën e përfaqësuesës, më parë me ngjyrat kuqezi e sot verdhë kaltër. Këtë fanellë e djersitën qindra futbollist, me shumë sakrifice vetmohin. Lanë shumë çka keq për të qenë për krah saj, për një aspirat dhe për një ëndër që sot është një realitet. Të nderuar shikues, patët mundësi të shikoni këtë dokumentar të kolegut Berisha nga redaksia e sportit, i cili na solli një historik të rrugtimit të kombëtarës, një rrugtim shumë i vështirë, të nderuar shikues, siç e patë edhe vetë, krahas rrugtimit politik të Kosovës, edhe kombëtarja jonë pra kishte kaluar sfida të jashtëzakonshme, të cilat kanë përfunduar, domethënë, me ato që ne kishim ëndrruar, domethënë, antarësimin e UEFA edhe në FIFA. Ne sot në kuadrët e emisionit ton do të flasim, siç u thash edhe në hyrjet e emisionit, për historikun e kombëtarës, nga ëndra në realitet. Dikush i thot kombëtare, dikush i thot përfaqësuese e Kosovës, sidoqoftë ne sot do të flasim për këtë temë. Do të marrim informacione më të hollësishme për këtë rrugtim jo të lehtë të kombëtarës së Kosovës. Në studio kam ftuar dy mysafir me të cilët do të diskutojmë pra për këtë temë. I pari që vjen për të diskutuar është përzgjedhësi i parë i kombëtarës së Kosovës, zoti Ajet Shosholli, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje, Kron. Me mua në studio, të nderuar shikues, është edhe gazetari i nderuar, redaktori i sportit, ish korrespondenti TVSH, i cili ka punuar edhe radio televizionin e Prishtinës, zotri Gani Kosumi, mirë se erdhe në studio, kënaqësi zoti Gani. Faleminderit për ftesën. Dhe e pam këtë dokumentar të kolegut Berisha, një rrugtim jo i lehtë, domethënë, në Kosovës. Çfarë kujtime të dhanë këto pamje kur i pat të ndeshjes së parë, të ato pamjet
po e them shule shqip, duke luajtur në pëlloqe e kështu me radhë. Po, në vitin 91, me 20 gusht u formua dhe federata e parë e futbollit të Kosovës, në krye me kryetarin e parë, zotin Agim Bityqin, dhe me dënën kryetarë, si edhe me tërë kryesin, ashtu po më dhe që ishte po më dhe legjitime, normalisht për neve në atë kohë. Dhe pas formimit të federatës, normalisht që ju rekëm punës dhe pas taj formuam edhe ligën, ashtu po më dhe i pavarët të futbollit kosovar. Dhe pikrish kjo ligë startoj me 13 shtatorë të vitit 1991, para prakisht shumë ekipe të cilat garonin në sistemin e Serbisë, një ndërto ka qenë edhe Prishtina, e që ka qenë vetëmja ekip, ashtu në një rang ish federativ, apo në ligën B, si që kemi quajt, e që atë bot ishe edhe kryetrajneri Prishtinës, shtu që me të thonë të drejten, pa subjektivizëm, mirë po me të vërtet, ashtu pasi Prishtina që ishte ajo garante në atë rang, dhe me thonë, disi prishin, si do të reagoj Prishtina, ashtu që ne dhamë dorëheqje, dorëheqja ishte dorëheqja me 22 ashtu gusht si kryetrajneri Prishtinës, në ato gara, pas taj futbollit se ditën e nesëve, dhe po thuj se për nështë 10-15 ditë të gjitha ekipe tjera, dhe me thonë, dhamë dorëheqje prej sistemit të gara. Po, pikrisht këtu deshta më ndalë, kur u morë, dhe me thonë, autonomia e Kosovës, çfarë ndodhi me sportin? Au distancuta ju natyrshëm, do më thonë, po flasë për futbolin, për gjitha këto? Natyrshëm do më thonë, sepse, do më thonë, edhe sportistët, ishin ata dhe më thonë që u përkrah popullit, deshën të jemë përkrah popullit, u bashkan gjithën popullit, pra ndaj edhe formum, them në të gjitha deket gati sportive, dhe më thonë i formum dhe ligat tona. Si në arsim, si në shëndesi që ka ndodhë, edhe në sport ka ndodhë organizimi paralel. Organizimi paralel, ashtu po më i futbolit, i sportit, në përgjithësi, mirë po në sot po folim ashtu për futbol, që që them, kjo ligë startoj pikrisht me 13 shtator, fillimisht u paraqite 20 ekipe, mirë po ju niku apsenej për shkak kushteve të cilat i kishte, ju nuk i du më thonë, dhe vitin e parë kemi startu dhe më thonë edhe njerë, po e theksoj me 13 shtator, ka qenë premier ashtu ndeshje të them në stadiumin e Flamurtarit, ndeshja e parë Prishtina Flamurtari, dhe pastaj kemi vazhdu garat vitin e parë, dhe më thonë si ligë unike, derisa vitet e ardhshme kemi për shkak sigurisë i kemi ndarë në 4 grupe, ka qenë grupi i Prishtinës, i Mitrovicës, Ferizaj dhe grupi i Gjakovës. Po, Zoti Gani, a ka qenë vështirë për sportin kosovar, këtë rast për futbolin, që largimi nga ato institucionet që kanë qenë Serbisë dhe të Jugoslavisë, me organizu një, po që jetë pavarur të futbolin në Kosovë, duke pas parasysh mungesa e fondeve, mungesa stadiumeve, rreziqet nga policia e kështu me radhë. Sa ka qenë vështirë të organizohet në mënyrë të pavarur sporti në ato ditë? Po që nga 5 korriku kur punëtorët e radio televizionit të Kosovës, Prishtinës atëhershme, o të buan nga puna, atëherë filloj dhe thëtë edhe në sportin. Sportistët e Kosovës përkatësisht u bë sindikata e sporteve të Kosovës pavarur, dhe aty fillun edhe sportet e tjera të pavarësohen, natyrisht që futbolli ishte sporti më popullor dhe ka qenë më vështirë për të organizuar se sportet e tjera. Dhe mendoj se ka qenë shumë vështirë për të organizuar, por vullneti madh i njerëzve morën seriozisht këtë punë dhe filloi kjo që të organizohen në format të ndryshme të futbollit dhe si shta dhe Bacajet në atë kohë ishte vështirë për të zhvilluar sepse kushtet ishin shumë të vështira, stadiumet ishin të mbyllara për shqiptarët dhe më kujtohet para se të fillojnë ndeshjet e para të kombëtarës Kosovës, ishim me Bacanajet dhe një ekip i delegacionit Kosovës bashkë me të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Maqedonisë, një takim. Ishte aty prezent edhe sekretari atëhershëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Teodor Dervishi, që një kohë ka qenë edhe punëtor sportiv në Federatën Spanjolle të Futbollit. Aty vum kontaktet e para që të zhvillohet një ndeshje futbolli dhe pikërisht u arrit ajo. Në vitin 1993
u bën ndeshje e parë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës dhe përbesit ishin të mëdha për të kaluar kufinin, për të shkuar, për të zhvilluar ndeshjen. Nga keni shku? Paraprakisht të më falë. Paraprakisht do të thonë, na kur bisedum për formimin e ligës, që liga e pavarë e futbollit kosovar ta ketë peshen dhe rëndësinë e vetë, me në herë ju rekëm punë që ta formojmë edhe kombëtaren. Kështu që, më thonë, mrena për ato 4-5 mujve, dhe më thonë, ashtu formuam, ashtu kombëtaren, dhe ndeshjen e parë e lujtu me 5 prill të vitit 1992 me ekipin e Shkëndijës. Po, para se marrit aty, se nuk është vetëm një fjali e formuam kombëtaren. Për ta formuar kombëtaren ato kushte, s'besoj që ka qenë lehtë zotëri Shosholli. Ka qenë shumë e vështirë. Hajde na shpjego pa skena çka ka ndodhur. Domethënë, a keni pas mbështetje nga politikanët që kanë qenë të kohës? Çfarë mbështetje ka dhënë qeveria e përkohshme? Çfarë mbështetje kanë pas prej futbollistëve në mënyrë vullnetare? Ka pas punë vullnetare prej jush, prej futbollistëve, prej ekipeve, prej si është formu kombëtarja? Nuk është vetëm një fjali, adin u formu kombëtarja. Po, këtë drejt, plotësisht. Thash që kemi, dhe me thonë me 20 gusht u formu, dhe me Federata e Futbollit ashtu Kosovë. Dhe ajde tash mos ti ashtu personalizoj gjonat, mirë, po më njëherë takimin e dy, dhe me thonë, me thanë shumë kjartë, pasu që isha tërhekur, dhe kishëm donë tërheqeve që Prishtinë, me ftum me njëherë këtë po më takimin e dy, dhe thanë që do tjetë shumë e vështirë, po duhet të pranosh posin e selektorit ashtu të kombëtarë. Kush ta tha? Kryetari i Zoti Agim Bityqi, se bashkë me dynën kryetari i Federatës, që ishte formu thash me 20 gusht, me dynën kryetarit një ndjeri Hamdi Tovorlani dhe tani Gafur Kabashi, me sekretarin par gjithashtu Sejdi Mërkoja, dhe do me thonë, si përgjedhës thashtë që më caktun, do me thonë, detyre imja së bashku me stafin të imi ishte, do me thonë, dhe me Federatin ti selekcionojmë, do me thonë, futbollistët më të mirë të ligës të cilën e A ishte një barë e rënë për ju zë dhe Shoshollit? Sigurisht ishte një barë e rënë, mirë për një anë tjetër ishte dhe knasi, jo vetëm për mu, mirë për të gjitha ta cilët ishin pjesëmarrës të kësaj ligës, sepse ajo Korab ka qenë diçka, do me thonë, shpirtërore, e mbrëmshme, do me thonë, nuk ka qenë e imponume, apo do me thonë prej askujt mirë, po do me thonë vetëm ajo do me thonë që në baza, do me thonë ashtu komtare të jeni... Ka qenë më shumë se futbol, do me thonë. Ma shumë se futbol i cili do me thonë ka qenë me thonë të drejten edhe pse thuhet ashtu gjithmonë në një shtet normal, kur funksionon shteti normal, thuhet që sporti edhe politika nuk shkojnë bashkë, mirë, po në këtë rast sporti ka qenë edhe ka shku, do me thonë dhe ka qenë në krah të politikës, të asoj politike të cë... Edhe politika në kratë sportit? Edhe politikanë sigurisht, do me thonë, e kanë me shumë andje, do me thonë, pa imponime mirë, po do me thonë, e kanë pranu, i kanë pranu, do me thonë, ashtu po më dhe i këto liga tona të cilat neve i kemi formu. Dhe, nga një, më falë që të duhet ta marë. Po që tash të japim kohën? Nëse tash dalim të, dhe për këto 5-6 muj që i bie 7 dhe prill 92, ato jam diku në afër 6-7 muj, me thonë për 6-7 muj ne arritëm që ta formojmë ashtu kombëtaren e Republikës Kosovës, kemi luajt disa ndeshje këtu po ndaj kontrolluese, për ndryshe pregaditet, para pregaditet i kemi bën në stadiumin e Flamurtarës. A linte policia, linte sistemet? Policia ka ndërhyrë në shumë ndeshje, janë të panumër të ndërhyrja e policisë në ndeshjeve, pastaj po më ndaj edhe ka qenë edhe marrja në pyetje pas Shqipërisë, ku me kyçje përmeni ashtu po më ndaj Ganiu në biseda informative që kanë qenë normale, Agimi Betyqi ka qenë si kryetar në Prizren, Jakub Berisha në Gjilan dhe unë si seleksionues në Mitrovic, që ka qenë të rëndomta ato biseda. Njerëzit që ishin të inkuadruar në forma ndryshme që përcjellin futbollin, madje dhe gazetarët dhe gjitha ata veprimtarë që ishin të angazhuar rreth futbollit të Kosovës, kishin problemet e tilla, mirë, po do të theksuar se kur filloi Liga e futbollit të Kosovës, Republikës Kosovës, shumë futbollistë me emër në atë kohë u kyçën në klubet sportive në qytetet e ndryshme dhe ata i dhanë qeshi ligës, sepse aty edhe përgjithësi Ajit Shosholli pati mundësinë që të zgjedhë futbollistët paksa me përvojë dhe për në të ardhmen të zhvilloj disa ndeshje miqësore që i ka zhvilluar në atë kohë. Dhe ishte vërtet një kënaqësi e madhe për të përcjellur këto takime. Unë në atë kohë punoj për Radio Televizionin Shqiptar, raportoja nga Kosova,
për sport dhe gjitha ngjarjet sportive që zhvilloheshin atje gjatë javës së raportoja në ato minuta që kishim për të informuar sadopak se çka po ndodh me sportin e Kosovës. Po, erdh koha edhe ndeshja e parë që përmendet, po unë ju ndërpreva me qëllim sepse doja më shumë informacione për formimin e kombëtarës. Ishte ndeshja e parë në Tetov apo jo? Si organizu kjo ndeshje? Pse u organizu kjo ndeshje? Po këtë ndeshje, ne insistum që sa ma parë të kemi ndeshje, se thash ma parë dhe me thonë që ta ketë peshe dhe rëndësine dhe dhe me thonë, ne informun kombëtarë, për kombëtarja me gjithet duhet të luaj. Duhet me luaj në dikan. Ne me njerë kontaktu me miqit tanë nga Tetova, me Shkëndin ashtu e Tetovës, dhe e caktum ashtu pikrisht po ndoj datën 5 maj, 5 prill 1992 për zhvillimin e kësaj ndeshje. Udhëtimi ka qenë me automobile privat, ashtu, për shkaqe të sigurisë. Kemi qenë të sistemum në kodrën e diellit, ish popoa shop, për 4 ditë, në 2 prill kemi udhëtuar atje, pastaj në 5 prill kemi luajtur ndeshjen kryesore. Paraprakisht ditën e premte me 3 prill kemi luajtur një ndeshje kontrolluese me një ekip të Kamenian, Persa e Kamenianit. Mirë po ndeshja kryesore ka qenë në 5 prill 1992, ditë e diellit dhe dita ka qenë përndryshe dhe festa e Bajramit. Që do më thonë, po i bjen edhe pak ditë 33 vjetë. 33 vjetë që është. 33 vjetë, po edhe për një muj. Që të deshta me pytë. A ka pas publik prej Kosovës? Ka pen publik, kanë qenë afër 10.000 vetë. 10.000? Edhe të Kosovë mirë, po... Edhe të shqiptarë të Macedonisë. Dhe kora duhet të them këtë, ne përjetësisht i falenderojmë, dhe thonë, edhe ashtu qytetarët e Tetovës, të Macedonisë, posaçërisht të ekipin e Shkëndijës, dhe thonë që na mundsoj këtë ashtu po në ndeshje, dhe ka qenë problematike kjo ndeshje që të zhvillohet, pasi që normalisht është komuniku, dhe më thonë, Macedoni që i po lunë ashtu po në Shkëndija me kombëtarën në Kosovë. Nuk lente pushtetin Maqedonia? Përndryshe kom qenë edhe në Shkëndij pasaj si trajner, sepse stadiumi i Tetovës, i Shkëndijës, atëherë i kanë quajtur stadiumi i Tetovës, ka qenë i menaxhuar direkt prej Ministrisë për Kulturën dhe Sport të Maqedonisë. Ka qenë drejtor një Maqedon, i cili ka dhënë deklaratën dhe i ka mbyllë dyrë dhe ka thonë kjo ndeshje nuk do të zhvillohet. Arsyeja? Arsyeja pse, do më thonë, mirë, ata e kanë ditë, do më thonë, nacionalizmi shqiptar, si kombëtarja e Kosovës tani lunë në Maqedoni me ekipin e Shkëndijës. Mirë po, falë antarët të kryesisë të Shkëndijës, të cilët direkt pastaj kanë shku ditën e shtunë në Ministrinë për Rini, Kulturë dhe Sport. Dhe ju kanë thonë, mirë tash, mos thëmë ju kanë kërsnu, mirë po biseda ka qenë shumë asarume, dhe ju kanë thonë kjo ndeshje do të luhet. Nëse nuk hapen dyrt, dhe do të thyën dyrt dhe kjo ndeshje do të luhet. Që kjo ka qenë, po mdoj ashtu, po mdoj qasja e kryesisë të Shkëndijës, që atëre si duket ajo Ministria për Kulturë kanë shupe dhe janë hap dyrt dhe kemi shu bileshijet thjesht edhe sigurimi në këtë, nuk e din këtë ashtu histori. Do shta në fillim ishin ato fotografit, që ose mundë të fillim me na i këthy pamjet. është normalisht, do me thonë, sigurimin e mëne dhe policia, mirë po du të them që ka qenë ashtu kontestuese me u lujt, mirë po falë edhe njëherë po e thëmë aty në antarëve të kryesisë, kjo ndeshje është zhvillu si ndeshje dhe figuron, vërtet, jo figuron, mirë faktikisht është ndeshje e parë, që është si zanafile, dhe me thonë e parë e kombëtarës të Kosovës. Zoti Kosumi, çfarë ndikimi kishte kjo tek kombëtarja e Kosovës, tek populli i Kosovës, që u formu kombëtarja, e luajtin ndeshjen e parë, çfarë kthese ishte për futbollin e Kosovës kjo? Ishte kthese madhe sepse në atë kohë, siç u tha dhe gjatë bisedës më herët, luaj vetëm këtu në territor të Kosovës, edhe në ato kushte dhe rrethona shumë të vështira, sepse pengohej në çdo kund që të zhvillohet futbolli. Dhe kjo ishte një mundësi e madhe për të treguar se edhe ne synojmë që ta kemi një kombëtarë të futbollit dhe është menduar se ma shpejt do të arrijmë deri te UEFA, FIFA, mirë, po kjo zgjati bukur shumë. Ma tepër se 8 vjetë, 9 vjetë ishte periudhe cila zgjati, derisa u pranuan Federata e Futbollit të Kosovës, mirë po kjo gjenerat ishte një gjenerat që sakrifikoi shumë prej tyre kanë ndruar që të mbrojnë ngjyrat e Kosovës, sot janë të moshuar,
por tash janë hapur rrugë për gjeneratat e reja dhe po shihen rezultatet duke filluar nga gjeneratat e reja dhe deri te kombëtarja A e Kosovës. Po, do me thonë, krahas këtyre vështërsive për funksionimin e futbollit në Kosovë, zoti Shosholli, kishte tani edhe një luftë të madhe që bënte federata jonë për antarësimin në FIFA dhe në UEFA. Po flas vitet 90, siç e pamë në dokumentar. Pse ishte e vështirë të antarësohet Kosova në UEFA dhe në FIFA në atë periudhë? Sepse Serbia kishte ndikim të madh, Kosova nuk ishte shtet i njohur për ndërkombëtarët. Çfarë ndodhi? Po, pikërisht Korab, kam qenë domethënë si seleksionues, automatikisht kam qenë si pjesë domethënë e federatës të parë edhe pjesë e federatës futbollit. Po. Ne kemi apliku vërtet federata atëhershme në vitin 92 ka apliku në UEFA, po 92 domethënë që të pranohemi si pjesë domethënë përbërëse e UEFA-s. Mirë po, bëmëdhej përgjigje atyne ka qenë domethënë që Kosova nuk është si shtet, sepse për të pranu një federat, me thonë, ka shumë kriterë. Gjindër kriterë, dhe me thonë, është organizimi i ligës, stadiumet, gjitha këto, ne organizimin e ligës e kemi bo, po infrastrukturë këto mirë, po, ajo parësoria ka qenë se Kosova nuk është shteti pranum në organizatat e kombeve të bashkuara, prandaj edhe nuk mund të pranohet në UEFA, e që të thëmë zanafilla, të me thonë, e kërkesis të pomdhej federatës të futbollit ka qenë në vitin 1992. 92. Ka qenë e vështirë, zoti Kosumi, të funksionoj kombëtare gjatë kësaj periudhe, po flas prej kur është themelu, deri në periudhën e luftës. Periudha e luftës aty pushon gjithçka sepse nuk funksionon gjithçka, kishte luftë. Domethënë po flas për vitet 90. 91 deri 98 kur ka filluar lufta. Sa ka qenë e vështirë të funksionoj futbolli? Sa ka qenë e vështirë të funksionoj kombëtarja? A kishte tendencë tjetër për të luajtur ndonjë ndeshje jashtë Kosovës, për ta ndërkombëtarizuar kombëtaren tonë? Domethënë çfarë betejësh janë bërë, kjo po më intereson. Ishte problem sa i përket të zhvillimit të ndeshjeve. Ne zhvilluam ato 2 ndeshjet e para, por më pastaj ishte shumë problem për zhvilluar ndeshje me kombëtarët e tjera, sepse politika si duket ka qenë vendimtare që Kosova mbeti jashtë pranimit deri në ato momente kur u pranua, sepse rrjedhat politike në Jugosllavi ishin të atilla që shpërbërja shteteve dhe Kosova mbeti disi si jetime në këtë drejtim. Mirë po, vullneti madje ish futbollistëve që e përbëjnë pjesën kryesore të futbollit të Kosovës në atë kohë, patën forcë, patën guxim që të vazhdojnë dhe presin se një ditë do të vinë ditë mira të futbollit të Kosovës dhe pikërisht kjo ndodhi edhe pse shumë sakrificat më dha kanë pas vështirësi për të zhvilluar ndeshje, megjithatë ligat janë zhvilluar, ne në ato kushte kemi raportuar se çka po ndodh në futbollin e Kosovës, sportin e Kosovës në përgjithësi, por edhe për rrjedhat e futbollit në përgjithësi. Po, të Shosholli? Mos ju mes bësh futbollistëve, të cilët domethënë unë gjithmonë domethënë si kryesor gjithmonë po më i potencoj ata. Ai mban emrat e parë, kush kanë qenë? Zbesoj, mirë i kërkoj falë nëse dikën do të harroj, mirë po zbesoj sepse i kam ndërmendit. Duke filluar domethënë prej kapitenit. Prej Gens Hoxhës, po. Mirë po duhet të them që kanë marrë pjesë kanë qenë domethënë të kombëtarës, aty në ndeshjeve si domethënë për të para që kemi luajtur në Tetov dhe në Shqipëri kanë qenë emra të mëdhenj të futbollit kosovar. Duke filluar prej Gensit që tham kapiten, Gens Hoxha, Ardian Kozniku, Skender Shëngyli, Muharrem Sahiti, Isa Sadriu, Ramez Krasniqi, Afrim Tovorlani, Domi, Rado Goshi, Bakir Burri, Kushtrim Munishi, Fadil Berisha, Ahmet Veselica, Bardhet Seferi, nuk e disbesoj që harova dikon, mirë po, kështu du me thonë që, sepse kjo për gjeneratat e reja nështë ta mund të tigloj, kush janë ata që kanë lujta, do me thonë që... Unë i barmen, si gjenerat pak ma i resi, unë i barmen ta emra. Duhet them që i kanë qenë të gjithë, do me thonë, emra ashtu të ndaj të futbollit kosovar, dhe falë atyne, do me thonë, dhe të gjithashtu, neve, do me thonë, që kemi qenë afer kombëtarës, do me thonë, është promovu, do me thonë edhe kombëtare, apo mirë, une ma me dëshirë për i thëmë kombëtare e Kosovës, dhe
Këto dhe deshta me diskutua, din se ka shumë debate për këtë. Ta them edhe këtë, kam hasë rastësisht para 2-3 viteve në agjendë editore të një gazete angleze, ku agenda editore dhe më thonë cilat janë ngjarje që mirë, ju gazetarët e dini atë ma mirë, dhe e kom hasë të dhe më thonë që 14 shkurti ka qenë dhe më thonë edhe zhvillimi i ndeshjes Republika e Kosovës me Shqipërinë. Bashkë për Shën Valentin. Po, që po i bjerë Shën Valentinit, e që me thonë drejten jo më befasu, normalisht, jo, sepse dhe më thonë një gazetë angleze ka shkru, pande që është bon lajmë dhe më thonë. Po, lajmë dhe më thonë, e që ka pas një peshë shumë të madhe dhe më thonë për vetë Kosovën, edhe për vetë këta futbolistët që të kanë luajtur. Çfarë ndjeni ka qenë Zoti Kosumi loja e Republikës Kosovës me Republikën e Shqipërisë? Në një kohë jo të qetë për shqiptarët. E këshin ndruar shumë njerëz që një ditë takon Shqipëria dhe Kosova në këtë drejtim, dhe mendoj se përgjithësi Shosholli në atë kohë kishte shumë dilema se kush do të luajë. Përmeni disa emra të njohur të futbollit të Kosovës dhe sot ja bëj një pyetje, ka pas një lojtar që ka është fut në lojë në përbërjen e parë që nuk ka qenë planifikuar për shumë kënd. Kushtri Munishi ishte në përbërjen e parë, mbeti jashtë një futbollist pak sa më nam. Ky sigurisht e ka përcjell formën, ai ishte një përshënuesve të mirë të futbollit të Kosovës dhe është dashur. Kush ka mbet jashtë? Si? Kush ka mbet jashtë tha? Një futbollist është më rëndësi që ka luajtur rolin e tij, po kushtrimi ishte lojtari i ri me perspektivë kundër Shqipërisë. Kushtrimi ka dhënë gollin e parë të vetë, do të thonë mirë, ne atëherë kemi shku me nën servitje përgatitje, sepse do të thonë situata ka qenë e tillë, do të thonë që çdo çast, në çdo moment do të thonë kemi qenë të rrezikuar dhe me thonë të drejtën, mua si trajner, si ekspert me shku diku me lut me nën servitje është pak sa e pa kuptim. Mirë po. Kjo ka qenë do të thonë ana, do të thonë parsoria ka qenë që ne të dalim jashtë dhe të luajmë ashtu po me kombëtare. Ideja është vetëm për të luajtur jashtë Kosovës. Kështu që po, kushtimi ka qenë një ndërta, edhe pse ta lidhi këtë, do të thonë me shumë pak para pregaditje kemi shku, Shqipëria ka udhëheq pjesën e parë 3-0, pastaj kushtrimi ka dhënë një gol shumë të mirë në pjesën e dytë. Nuk kemi korrit. Kush lut loja, më falni, kush lut në stadiumin e Dinamos. Në Tiranë, do të thonë. Keni shku nga Maqedonia në Shqipëri, apo? Po, ka Maqedoni. Prej edhe këtë. Se ky rrugtimi garant ka qenë është film vetë. Për shkak prap sigurisë, ne i kemi preferu, në vërtet i kemi ashtu po mëdhej futbollistët, ju këto që kemi caktu vend takimin në hotelin Grand në Shkup. Dhe prej aty kemi udhëtu me një autobus, mund të them, me fer shpet, duke ja marrua emrin ende, një pronar i Ferizojit, të se ne kemi falenderu dhe falenderojnë gjithmonë, që e ka dhënë në dispozicion autobusin, dhe prej Hotel Grandi deri në Shqipëri kemi udhëtu, mund të them, në mënyrë shumë reprezentative, me ata autobus shumë komod. Po kalimin e kufirit, e keni pas vështirë? Nuk kemi pas vështirësi, po mendoni kufirin tonë? Kufirin Maqedoni-Shqipëri? Jo, nuk ka pas problem në atë kohë. Kështu që, po them, që kjo ka qenë edhe kushtimi, dhe më thonë, atë deshta me lidhate, që dhe më thonë kemi shku me shumë pak pregaditje, derisa në Shqipëria ka qenë, në vërtet, kjo ndeshje ju ka shërby si ndeshje kontrolluse, sepse pas 3 ditëve e kishin ndeshjen me Irlandën veriore, e vleshme për kualifikimin të kampionatit botëror, për Shqipërinë. E kështu që, me thonë, kanë lujtë emna shumë të njohur në atë kohë për kombëtare e Shqipërisë, Eduard Abaza, i cili në atë kohë ishte në 92-ën kjo, apo? 93-ën. Do të thonë, basi ra komunizmi atje. 14 shkort 93. Eduard Abaza, Indrit Fortuzi, Kaplani, Demullari, do më thonë, përveç Altin Raklit, i cili ka qenë lëndur nuk ka lujtë, do më thonë, Shqipëria ka lujtë komplet në atë ndeshje, edhe njëherë që po them që ju ka shërby si ndeshje kontrolluese para prake, para ndeshjes me Irlandën. Ishte interesante edhe çështja e zgjedhjes fanelave, diçka. Po. Se ne kuqezi, ata kuqezi, a? Edhe kjo aty është diskutuar gjatë me ata njerëz që kanë organizuar këtë ndeshje, më në fund u arrit marrëveshja që të dalim ashtu siç janë marrë vesh. Po. Çish dolën tani Kosova çfarë ngjyra mori?
Po, ne... A na i lanë Kuqezi apo jo? Jo, ne kemi edhe fotografinë, nëse kemi fotografinë Kuqezi, nuk është të e postomi me Kuqezi, mirë, një përparsi dhe me thonë na kanë dhonë për hirtë... Po jo, ta është linë pyetja natyrshëm, me kënd lujti Kosova aty, kombëtarja kujt kundër cilës kombëtare, se ishin tash dy shtete shqiptare, dy republika shqiptare, po e themi, tash, zoti Shosholli, a du t'i themi kombëtare, kësajt Kosovës, a përfaqësuese. Kjo është një debat shumë i madh që bëhet vazhdimisht, po më intereson nga një përzgjedhës i parë i kombëtarës Kosovës ose i përfaqësuesës Kosovës. Si ju e preferoni t'i thoni? Une, ma me ande, ndoshta nuk e kom të dhe, sepse mirë me këtë duhet të merren ma tepër dhe me thonë njerëzit që janë të thirrur për këtë. Mirë, po une ma me ande si futbollist, sportist, kombëtare edhe pse jemi dy kombëtare në Kosovës edhe kombëtare në Shqipërisë. Tani une nuk e di me ndoshta me i deshifru tamam mirë, po ne kemi pas rast edhe në Evropë, ne kemi pas dy, Gjermania ka pas deri vonë dy kombëtare. Kombëtare domethënë lindja me perëndimin. Ne kemi tani dy Irlandën Veriore dhe Irlandën. Kemi dy Korea, fatkeqësisht njëna me mirë, po Korea Jugore, Korea Veriore. Prandaj unë them ma me ande i thom kombëtare e Kosovës, mirë dhe njëkohësisht edhe kombëtare e Shqipërisë. Do të pranuar edhe atë, dhe shumë dy shtete po, a jemi dy kombe. Kjo është... Jo, po më interesant përvështimi i sportistëve dhe i gazetarëve të sportit, se kjo është debat nështë shumë ma i gjërë. Është debat që është diskutuar gjatë dhe ndoshta nuk mund të japim përgjigje adekuate, por si do që tjetë ne jem shtet dhe e përfaqësojmë kombin shqiptar përgjithësi edhe Kosovën. Po, tash, a kombëtare a përfaqësuese? Ne po quajmë kombëtare, të tjerë ta quajnë si do. Po, ju kombëtare, po. Nëse, këtu po e mbyllim këtë pjesë, sepse kjo është një debat ndoshta që nuk kam e përfundu kur. Zoti Shosholli, do të thotë erdh periudha e luftës. Çfarë ndodhi me kombëtare, me futbollin në Kosovë? Pushoi gjithçka? Domethënë, çfarë ndodhi me ekipet, me organizimin e futbollit dhe kështu me radhë? Çfarë ndodhi gjatë luftës? Po kjo është një pjesë e historisë kombëtares dhe e dhimbshme. Kjo ligë do të thotë edhe kombëtar kemi funksionuar prej vitit 91 deri në vitin 97. Gjithsesi deri dhe përgatitje sezonin pranveror veç filloi lufta. Edhe në vitin 98, mirë po diku në prill maj të vitit 98 është domethënë janë ndërprer të gjitha aktivitetet ashtu sportive. Prandaj edhe nuk kemi filluar vitin 98 edhe ashtu ligën. Normalisht me pushimin e ligës domethënë ka pushkuar edhe kombëtarja e Kosovës, e që pastaj me njëherë pas në vitin 99 ja ka filluar prapë ashtu funksionimi domethënë i kombëtarës së Kosovës, pas kthimit tonë në stadiume dhe organizimin e ligës domethënë që kemi filluar pas luftës. Po, do thotë me njëherë pas luftës është një erë e re, domethënë një epokë e re, sikurse për Kosovën, për gjitha fushat edhe për futbollin, sigurisht, zoti Kusumi. Një vullnet i madh i sportistëve që të dëshmojnë se gjitha i mund që është bërë të realizohet edhe në lirinë e ta quajmë në atë kohë, sepse fillum që të organizohë më mirë. Kujtohet ndeshja me Bashkimin e Kumanovës, një ndeshje që i kishte mbi 15.000. Ndeshja e parë ka qenë e kombëtarës, me njëherë mas lufte? Ndeshja e dytë. Me ko ka qenë e para? Mas lufte kemi qenë... A keni vazhduar ju të jeni përzgjedhës? Po, 91, prapë 99 deri 91 deri 2001 prapë të ishte kryetar Baca Recep, i kemi thonë ashtu Recep Abdullaj. 99 pas shirimit, vazhduat ju pa të kështë janë? Po, edhe 2 vite kom qenë seleksionu. Ndeshjen e parë kemi lujtë me reprezentacionin prapë të Shqipërisë, po me ndoj këtu me Tiranën, po, vërtet, po, dhe 2-0 ka qenë rezultati ashtu për Tiranë, mirë se ne, ende sa veç, po me ndoj me Bashkimin e Kumanovës. Me Bashkimin e Kumanovës kemi lujtë edhe me Sloga Jugomagnatin, ashtu me Shkëndijën e kështu me radhë, dhe me thonë shumë ndeshje. Kanë qenë disa ndeshje të cilat, dhe me thonë, prapë, dhe me thonë, kemi vazhdu. Do të ndalimi këto. Spari, du t'ju pys për të dy vlenë pyetja, çfarë i shkaktoi futbollin në Kosovë kjo gjendja viteve 90-ta, ky vakumi që kemi funksionuar si shtet
jashtë institucioneve, jashtë fushtave të futbollit, jashtë gjithë shkaje, do më thonë, a la pasoja për futbollin e Kosovës ky vakum i viteve të 90-ta, zoti Shosholli? Jo, korab, nëse mirë, une gjithmonë e theksoj edhe këtë, do më thonë, une në këto 3 periodat e futbollit kosovar, mirë, njeri u e ka një historik dhe kam pas fatin që të jenë pjesë të gjitha periodeve, dhe më thonë kur futbolli ka qenë masë miri, viteve 70-ta, 80-ta, dhe më thonë didhë, generatat e Fadil Vokit e këto, kemi pas shumë ekipe në ligën e parë, shumë ekipe, vërtet ekipin e Prishtinës dhe të Trepsit në ligën e parë ish federative, pastaj në ligat e dytë kemi pas plus edhe 2 ekipe, Liria, Vllaznimi, kanë edhe Buduqnosti ashtu i 5, të cilat i kanë donë ashtu, dhe më thonë, apo ka qenë kremi apo shllagu i futbollit kosovar në ish Jugosllavi. Dhe tani të ndërlidhi me këtë që thatë me këtë periode 91-99 a kalon, sigurisht që në cilësi a kalon, po në cilësi po. Në cilësi. Mirë, po unë e konsideroj si periodën më të rëndësishme të futbollit kosovar. Jo më cilësorja, mirë po më rëndësishme. Pse më rëndësishme? Sepse e ka mbajtur gjallë futbollin kosovar dhe e ka promovu shtetësinë e Kosovës në mënyrë të pavarur, në mënyrë të pavarur, do të thonë thjesht ka qenë liga e pavarur e futbollit ashtu kosovar. Mirë, mos të ashtu shqiptar, 100% kemi qenë shqiptar, pa të keqen, është ta kemi mujtë neve me kyqet dikon tjetër, mirë po, du them dhe më thonë, është më rëndësishme, mirë po që kalon sigurisht, kalon ashtu po më dej në cilësi dhe në ngritet të futbollit sigurisht që ka pas pasoja. Mirë po, ka qenë pasoria, me thonë që e kemi mbajtur gjallë, megjithëse edhe në këto periudha kemi pas shumë futbollistë, të cilët do të thonë kanë luajtur në ligën e parë ish federative, ligën e dytë ish federative, që kanë qenë pjesë e këtyre ekipeve, e kësaj lige, mirë po megjithatë vetë infrastruktura të cilën e kemi pas nuk të ka dhënë ashtu po më dej mundësi që ky futboll të përparojë apo të avancojë shumë. Po, zoti Kusumi. Mungesat e rinjve sportive kanë ndikuar që vërtet futbollistët e ri mos ta kenë hovin e zhvillimit, sepse ishte vështirë për të zhvilluar me kategoritë e reja, dhe pse luheshin disa ndeshje me kategoritë e reja në fushën e dy korrikut lart në Arbri, dhe mendoj se ky organizim në këtë kohë ka qenë për të mbijetuar futbolli i Kosovës. Shumë futbollistë një orë kanë luajtur në atë kohë, mirë po edhe shumë futbollistëve ju ka mohuar e drejta që ta përfaqësojnë shtetin e vetë jashtë. Kur jemi të dalja të ndonjë klub jashtë vendit, ka qenë shumë vështirë sepse duhet të kenë dokumentacionet Federata e Futbollit të Kosovës si ishte e pranuar në atë kohë dhe kishin vështirësi dhe ndoshta shumë talent janë shuar gjatë kësaj periudhe, por erdhi dita kur ata u pranuan UEFA, FIFA e kështu me radhë dhe u hapën rrugë që ata të zhvillohen si futbollistë në përgjithësi. Po, zoti Shosholli, e përmendëm pas luftën në Kosovë. Çfarë ndodhi me kombëtarën? Domethënë, a kishte tash një organizim të ri, Kosova ishte e lirë, mundësitë ishin më të mëdha, stadiumet dhe këto i kishim në menaxhim ne, domethënë shteti ynë. Shteti ynë, po. A filloi ringritja nga hiri i luftës, do të thonë kështu, i kombëtarës në mënyrë profesionale dhe drejt antarësimit në UEFA edhe në FIFA. Do të thonë, po më intereson edhe në aspektin logjistik, edhe infrastrukturor, edhe në aspektin politik, të kisha thënë, të antarësimit në organizatat më të mëdha të futbollit që janë. Po, në aspektin organizativ, korab më njëherë, do më thonë, pas kthimit ton, pas luftës në stadiume dhe organizimin e ligës, normalisht që federata më njëherë, do më thonë, ju rrekë dhe punës, do më thonë, që të gjitha ato kriteret të cilat i kërkon UEFA, më thonë që ti kemi edhe ne. Me formimin e kategorisë parë, apo Superligës të cilët tani e quajmë kategoria e dytë dhe ligat regionale. Gjithashtu, me thonë ka qenë organizimi edhe formimi e ekipeve të femrave, që është ndër kriteret, për të pranuar ashtu po mëndej në UEFA, formimi i ligave të reja, duke filluar prej pionerve, kadetve, juniorve, dhe të gjitha këto kanë qenë ashtu të normalisht në agjendën dhe në vërtet në të agjendë e cila është realizu deri në vitin 2016 për të qenë të përgatitur që të antarësohemi në UEFA. Krahas kësaj, më falë, edhe paralelisht, ka funksionu, edhe kombëtarja e Kosovës, ku
do më thonë, jo nështë me shumë cilësi, mirë për me gjithate me atë cilësi të cilën e kemi pas prapë them pas lufte, dhe me ata futbolistë të cilët i kemi pas ashtu bëndaj për jashtë, mirë mundësisht, vërtet edhe shumë prej tyne i kemi janë kysh ashtu në kombëtare, dhe dal nga dal, do më thonë, ka fillua dhe ngritja e futbolit ashtu kosovar, nështë jo në një nivel që e kemi pas viteve 70 të 80, mirë për me gjithatet ka qenë një ngritje theksume dhe akcentume, dhe thonë, deri në të pranimi unë në vitin 2016. Dhe ty, Kasumi, a dhe shtë mundeli se e kam një pytje? Jemi të pranimi, do theksuar se... Me të pranimi është pak ma vonë. Më rrim atje. Atje do të përfundojmë emisionin. Unë personalisht e mban mend një entuziazm të jashtëzakonshëm të shqiptarët Kosovës për futbollin mas lufte. Po flasë për regionin e Prizrenit, me që viju në andej, shikojshim lirin, kur lunë të liria, për ne ka qenë, e shionim edhe lirin e Kosovës, edhe lirin futbollin, ose vllaznimi zhurit, kur lujke, ose ma vonë Getoari, Këthëliqeni, Progresi, e kështu me radhë. Ka qenë një entuziazm i jashtëzakonshëm i qytetarëve për të pa futboll. Si e shpjegon këto, zotë Gani? Mjetet e udhëtimit të shumë vështira, shpesh udhëtonin me forma ndryshme, me furgon, me traktor, me gjitha ato. Solidarizimi ka qenë i njerëzve që kanë pas mundësi me vetura, me gjithë. Jo, mas lufte, po flasë, për një pas lufte. Po, pas lufte. Po, pas luftës pak më ndryshe, dhe më thonë, filloj organizimi më i mirë. Entuziazmi për me pa futbol. Edhe pse dhe në vitet 90 ka qenë. Stadiumet ishin të përmbushura me spektator vitet e para dhe para disa vjetë më herët, kur shikoja disa ndeshje në Superligën e Shqipërisë, i shisha 200-300 veta, thësha si është mundur të zhvillohet një lojë me kaq publik tash. Ndoshta edhe televizionet e kanë bërë veta, rrjetet sociale, tash po ka pak shikus, po ndoshta shikus kthehen me ngritjen e cilësisë dhe mendoj se organizimi është mjaft i mirë i klubeve, por në të ardhmen besoj se edhe publiku do të kthehet dhe do të kemë publik më tepër në stadiumet tona. Unë mas lufte marr mend, zoti Shosholli, kur s'mundshim me shku fizikisht me pa lojrat, i dëgjoshim në radio lojrat. Nga knarësia që po e dëgjëm radion Shqip, po luajnë ekipët Shqip në stadiumet shqiptare të Kosovës. Në këtë kuptim po du paka shumë me madhon një shpjegim ju si ekspert i kësaj fushë. Po mirë, ka qenë ajo, dhe më thonë, një vullnet, një dëshirë, se cilit prej neve që kemi qenë rrëth futbolit, qoftë futbolit, posa që është futbolistëve, trajnerëve, punëtorëve, sportivë, të gjithë ata, dhe më thonë, me një entuziazm, me një dëshirë, me një vullnet shumë të madh, dhe më thonë, ju kanë ashtu rek punës, me thonë që futbolli jonë ashtu edhe të përparoj, ashtu sa ma shpejt, apo të ketë ngritje sa ma shpejt. E që me thonë të drejten, edhe në këtë kohë, dhe me thonë, se më kujtojtë edhe ndeshja e parë pas luftës, kur kemi startu, dhe me thonë, kur kemi këthy në stadiume, me 23 korri ka qenë 1999, kemi lujtë Prishtina me reprezentacionin e Pollogut, apo Tetovës. Pollogut, do më thonë, rafshit të Pollogut, apo të Tetovës, ku kanë qenë 20, nuk ka pas vend ashtu në stadiumin e Prishtinës. Me njerë mas lufte. Me 23 korrekt pikërisht, po në 99. Që për i bjerë një muj mas shlirimit. Një muj mas shlirimit, po. Farënëll shfar entuziasm. Për t'i respektu ata që, thamë edhe për kombëtarë dhe kanë pëmëdhej, për t'i respektu Tetovën që na ka pranu me të vërtet, duke filluar për i refugjatëve mirë, po na folim tani në atë aspektin sportiv, i kemi thirrë, domethënë që hapja e parë të jetë ashtu me ta. Dhe tash të ndërlidhe me mos ta zgjas shumë, domethënë, edhe kemi filluar domethënë edhe ngritjen ashtu e futbollit ku fillimi Ganiu e din, domethënë si gazetari ka përcjell, ka qenë dhe interesimi shumë i madh. Ju si thatë, domethënë qoftë edhe në Opoj apo kudo që ka pasur ndeshje. Prizren, shkosha shiku ndeshje lirin, vllaznimin e zhurit. Ka pas shumë ashtu derbi, ka pas shumë ashtu adhurues, të cilët domethënë edhe shumë herë janë mbush stadiumet ashtu për plot. Fatkeqësisht ka pas edhe konflikte. Nuk duhet me për shkak edhe mungesa sigurisë, mungesa e
plot gjërave, domethënë, po megjithatë entuziazmi për futbollin ka qenë i madh. Kur jemi te radio, do theksuar se isha pjesë Radio Televizionit Kosovës, përshkakësisht Radio Kosovës, drejtoja emisionet dhe gjitha ndeshjet e Superligës Kosovës, Radio Kosova i ka transmetuar. Unë i kam dëgjuar. Edhe në radio të prezent lokale dhe Radio Kosova. Çdo kohë dëgjuesit, shikuesit informoheshin për rezultatën, rrjedhjen e rezultateve gjatë ndeshjeve dhe me entuziazmin e përcjellshin programin sportiv pasdites zbavitjes sportive në atë kohë dhe mendoj ka dhënë një kontribut shumë sa i përket sidomos zhvillimit të futbollit, transmetimit të ndeshjeve, gjitha rangjeve. Secila ndeshje u ka qenë në radio që na e dëgjojshim domethënë. Edhe ka një farë lezeti dëgjimi i futbollit në radio, nuk e di pse. Ndoshta në radio përshkruhet ngjarje. Përshkruhet ngjarje, e krijon një farë imagjinate. Loja përshkruhet, televizioni sheh. E sheh, po e sheh. Po reporteri i radios ka për detyrë që ta përshkruajë. Me ilustru se si po zhvillohet aksioni, në cilën anë ka posulmon nga ekipi kundërshtar, ka ekipi mjekëprit se kështu me radhë, cilën pjesë gjendet porta kundërshtarit. Do thotë një pasqyrë duhet ta jap se si po zhvillohet ndeshja. Po. Zoti Shosholli, vjen edhe periudha e Vokrit, kur Vokri bëhet domethënë kryetari i federatës. Çajo periudhë, si e vlerëson periudhën e Vokrit dhe zhvillimin e futbollit? Besa edhe u antarësuam në UEFA dhe në FIFA në atë periudhë. Figura e Vokrit e kështu me radhë. Gjitha po më intereson këndvështrimi yt. Po dihet që figura e Fadil Vokri, domethënë Fadil Vokri ka qenë një legjendë ashtu e futbollit kosovar edhe major dhe vetë fakti domethënë figura e atij ka luajtur shumë rol domethënë në pranimin ashtu po domethënë e futbollit ton me të gjithë atë bagazh të cilën e ka pas ashtu domethënë edhe lidhjet që i ka pas. Edhe lidhjet të cilat i ka pas miq, të cilat i ka pas domethënë bar anë këndë Evropës, duke filluar prej Turqisë, pastaj Francës, pasi që Fadili një kohë ka jetuar në Francë. Kto që i ka pas ndikim shumë të madh së bashku normalisht me gjithë bashkëpunëtorët e tij, mirë domethënë ka luajtur një rol shumë të madh dhe një lobim shumë të madhe ka bërë domethënë për pranimin e Kosovës në UEFA, gjithsesi pastaj edhe në FIFA. Dhe pikërisht ashtu miku domethënë i tij, të them, Platini ka bërë mjaft ashtu domethënë që dhe ka qenë edhe një ashtu turk shensez, i cili gjithashtu domethënë ai ka lobu shumë ashtu, gjithnjë domethënë me preferencat po kroatët, po po Shuker ishte atje po me si Shuker po si ashtu kryetari i federatës dhe fal po them këtyre miqve të cilët i ka pas ashtu Fadili domethënë jemi pranuar edhe pse Din Ganiu ka qenë atë prezent domethënë në Budapest me trema i ka qenë mjaft i ngushtë ashtu po më i pranë mirë po megjithatë domethënë ashtu ky lobim ka bë që të pranohemi ashtu sepse është merit e Vokrit kjo zoti? Si është merit e Vokrit, sigurisht që është merit shumë më madhe e Vokrit me të gjithë bashkëpunëtorët e tij që i ka pas. Sepse UEFA në atë kohë domethënë ka monitoruar edhe organizimin domethënë të gjitha ligave ato që mos i përsëriti prapë ligave të femrave, të juniorëve, të gjitha kategorive të re dhe prandaj ashtu ka vendosur edhe një herë po themi shumë duke edhe një po them duke ju falendëruar këtij lobimi e që ka qenë shumë e vështirë, mirë po fatbarësisht. Mendoj që ka ardhur vonë si ashtu pranim, mirë po megjithatë domethënë vonë se hiç fare. Po, do të kasumi Vokri, po më intereson nga këndvështrimi i gazetarit me përvojë. Ju keni përcjellë Vokrin si futbollist, po më intereson si kryetari i federatës edhe këtë angazhimin që ai ka pas maksimal me lidhjet e tija për të antarësuar Kosovën në UEFA dhe në FIFA. Vokri si futbollist ka qenë një prej futbollistëve më të mirë shqiptar të gjitha kohërave, mendoj unë. Dhe konsideroj se merite e madhe e tij është që Kosova është pranuar në institucionet e larta në UEFA dhe FIFA. Kur jemi te pranimi, derisa kemi ardhur te pranimi, Federata e Futbollit e Kosovës ka dërguar çdo herë rezultatet, tabelat si janë zhvilluar ndeshjet, gjitha raportet për gjitha kategoritë në mënyrë që ta keni pasqyrë të reale se çka po ndodh në futbollin e Kosovës dhe kjo në atë aspekti ka plotësuar kriteret që Kosova të pranohet. Dhe është interesant
Ekipi i gazetarëve të Kosovës u organizuan mjaft mirë në atë kohë. Kemi shkuar me një autobus nga Prishtina në Budapest, 29 gazetarë. Me një autobus? Një autobus. Dhe si per ironi garant nga Serbia i keni ra? Nga Serbia kemi shkuar. Per ironi të fatit. Dhe po të them, gjithë ata me ankth kanë pritur rezultatin përfundimtar. A ke pas ndonjë shpresë se do të pranohet Kosova atë ditë? Si gazetar shumë vjeçar dhe ëndër dhe ju e keni pasur si ëndër e kishim gjithë, po ishte situata shumë e ndërlikuar ishte se ne merrni informata çdo kohë, po bisedohet kështu, po kështu, po është... Ky shtet është pro, ai është kundër. Është shumë ngusht, dikush është kundër, kjo është për Kosovën. Ishte rezultati ngushtë dhe në drejtim a ditë kur është komunikuar, unë kam pas drejtën t'jem edhe të bëj fotografi mbrana aty në asamblenë e UEFA-s dhe kur dhënë lajmi se Kosova është pranuar, gjithë gazetarët s'kanë mujtë më përmbajt nga lotëgëzimit. Duke marrë parasysh çfarë periudha ka kaluar futbolli i Kosovës, çfarë vështirësisë dhe në fund jemi të barabartë me krejt Evropën dhe botën. Pra ndë çfarë arritje, zoti Shosholli, çfarë do më thënie kjo kishte për Kosovën, për futbollin e Kosovës, edhe në aspektin sportiv, po edhe politik? Po, Korab, une kom pasë disa ashtu postime, disa shkrime, asi mirë, po une mendoj pas disa datave historike që është 17, dhe më thonë ashtu shkurti, po mdej shpallja pavarësisë të Kosovës, viteve 90-a, po mdej ashtu kushtetuta e Kosovës, gjithashtu dhe më thonë prap ka qenë edhe kushtetuta e të tohë pas ashtu po dhe më thonë pranimit tonë si shtetë. Unë mendoj që këto dy data janë shumë data historike, 3 maj dhe 13 maj. 3 maj, do më thonë, pranimin UEFA dhe 13 maj është pranimi në FIFA. Që do më thonë shumë afer, dy ëndra të mdhaja. Dy data të mdhaja, e që edhe në mënyrë ashtu politike mirë, po edhe në mënyrë, do më thonë, ashtu futbolistike kanë shumë pesën e marë. Sepse, hajde, duhet ta them edhe këtë. Mendimi im personal edhe shumë të tjerëve, kur kemi biseduar me shumë ashtu me ekspertë të madh, unë mendoj që FIFA dhe UEFA pas organizatave të kombeve të bashkuara, ose pas OKB-s janë dy institucionet më të mëdha botërore. E pse? Që i bjen për Kosovën është arritje shumë e madhe. Pse? Sepse ta ajde ta analizojmë pse. Jo ta shtjelloj, ta them pse, nuk po e them, po e nxjerri pe gjepi pse. Mirë, UEFA dhe FIFA në çdo moment, nëse për shembull mundet ta suspendojë një federatë, nëse posaçërisht se politika përzihet në punët e një federate. Suspendimi i federatës automatikisht nënkupton edhe suspendimin e një shteti. Pse? Sepse shteti nuk ka drejt që atë suspendim, nëse për shembull e ka komuniku UEFA apo FIFA t'ja hek ashtu po ndaj shteti. Prandaj unë mendoj që janë dy institucione shumë të vogla, shumë të mëdha, të cilat kanë rol, domethënë, edhe në Evropë, mirë po edhe në tër botën. Kështu që është një gjë e mirë, një ashtu po ndaj për neve që jemi antar, domethënë antari 55 në UEFA dhe i 213 në FIFA. A ka ndryshu konceptin për futbolin, zote Gani, antarësim në këto dy organizata? Konceptin e futbolit kosovar, e kam fjallën? Shumë ka ndryshuar sepse po shihen edhe loja, si po bëhet tash dhe si është bërë më herët. Tash është loja më shpejt, loja trajnerët. Ka më shumë organizim. Ka më shumë organizim gjitha këto. Shteti është më serios ndaj kombëtarës. Shteti përkrah kombëtarën e Kosovës në gjitha format dhe mendoj se tash ka ardhur koha që t'i lëm ekspertëve të punojnë. Edhe një gjë do të theksuar. Nuk arrin rezultatet brenda natës. Ka shtet që është 100 vjet në UEFA, FIFA nuk ka arritur që të jetë pjesë e kampionatit evropian. Ta marrë me Shqipërinë. Me rastin e 100 vjetorit, kosovarët janë ata që kanë dhënë kontributin e madh që Shqipëria të jetë pjesë e kampionatit evropian për herë të parë. Që ishte vjetë. Edhe ne ambicet janë të mëdha, të shqiptarëve dëshirat janë mëdha, po do të shikuar dal nga dal me plane afatgjate të punohet, me grumoshat e reja është ka punohet dhe mendoj se me kalimin e kohës Kosova ka shumë talent, mirë po nuk do të kërkuar me çdo ngulm që patjetër ne
të kualifikuar për kampionate evropiane dhe botërore, sepse ajo vetë ju do të vi me punë, me rezultate dhe talent ka shumë. Dhe gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e Kosovës, dyert janë të hapura. Po. Zoti Shosholli, e njëjta pyetje vlen për ju, si selektori parë, si përzgjedhës i parë i kombëtarës. A e ndryshoi konceptin për futbollin në Kosovë antarësimin e këto dy organizata? Çfarë ndodhi me futbollin tonë? Po sigurisht që ka ndryshu, jo pak, po shumë, sepse më thonë vetë interesimi të gjithëve, jo vetëm i federatës apo i ekipive tjera dhe më thonë që janë pjesë përbërëse e ligave tona, më thonë e ndryshon qasjen të ndaj futbollit. Më thonë qka është qasja dhe më thonë është qasja, puna profesionale, ngritja profesionale dhe mundësisht do më thonë të vije koha qoftë për ekipe dhe qoftë për kombëtare dhe më thonë që të jenë pjesë e garave ndërkombëtare. E që është do më thonë një profit, një ashtu do më thonë edhe në pikpamje cilësore, mirë po edhe do më thonë në pikpamje, do më thonë ato gara ndërkombëtare gjithmonë janë ato të cilat do më thonë pjesëmarrja në to gjeneron edhe çështje do më thonë financiare, përveç po them ato futbollistike. Prandaj unë mendoj që është një gjë shumë e mirë, edhe ekipi, klubet, sigurisht që edhe do më thonë vetë federata, kemi ndru tani qasjen, do më thonë ndaj futbollit, kur thonë kemi ndru qasjen, gjithë një pikpamje pozitive, organizative dhe profesionale, e që besoj që shpejti që edhe ne do të jemi pjesë e një ashtu eventi, apo qoftë botërorit, qoftë evropianit, do më thonë si shtet. A shpreson që Kosova do të arrijë këto një ditë? Po, unë shpresoj dhe kam ashtu një ashtu jo vetëm dëshirë, mirë po dhe në bindje që do të arrijmë së shpejti, edhe pse shumë mirë të ku ganiu, nuk në futboll, në sport, posa që është në futboll nuk ka asgjë absolute. Do më thonë krejt është relative, mirë po gjithmonë njeriu, do më thonë thashtë edhe klubët edhe federatat duhet të punojnë, do më thonë, në atë që të arrihet objektivi, objektivi jonë është do më thonë që të jemi pjesëmarrës në garat ndërkombëtare. Me këto kapacitete që ka Kosova, zoti Kosumi, po flasim për kombëtarën sot. Me që kishim edhe 2 lojra që luajti tash kombëtarja dhe ishte ky emision vazhdimsi në bashkëpunim me redaksinë e sportit për ta vazhduar, do më thonë, këto festën e kombëtarës. Me këto kapacitete që ka kombëtarja janë sot, a mendoni që shpejt ne do t'jemi në evropian ose në botëror? Si një gazetar me shumë përvojë që keni përcjell futboll. Para se të përgjigjem këtë pyetje të theksuar. E di që është relative kjo, por po mendoj se gjë pozitive është se Federata e Futbollit e Kosovës nuk varet prej shtetit Kosovës sa i përket çështjeve financiare. Po. UEFA është ajo që i ka dhënë mundësitë që federata të jetë e pavarur financiarisht. Financiarisht dhe kjo është shumë gjë pozitive për shkak se gjithë organizimi që bëhet sa i përket mjeteve nuk ka problem në këtë drejtim. Infrastruktura sportive ka punohet më të madhe në gjitha aspektet dhe konsideroj se kjo është gjë pozitive. Në 2030 i kemi lojrat mesdhetare. Na mbeti çaj stadiumi i madh më ndërtu. Çaj projekt ishte shumë i bjesar, ju dini më mirë ndoshta se më në sport. Që do të vijë edhe një ditë ajo që do të ndërtohet, por sa i përket kombëtarës Kosovës, mendoj se kombëtarja Kosovës ka gjasa reale që në të ardhmen të kualifikohet, por si që thash edhe më herët, mos kërkojmë shumë shpejt që kjo gjë të ndodhë me njëherë, sepse do të pritur edhe pak dhe jam optimist që për pak vite Kosova do të gjetet në Europian dhe botëror. Dhe Shosholli? Po, edhe ashtu, i përkraj mendimin ashtu përndej të Ganiu, mendoj është që është duke u punuar mirë, nuk e thash rastisht atë ma parë që në futboll nuk ka asgjë absolute, çdo gjë është relative. Kemi shumë shtete të cilat janë formuar prej Jugosllavisë, të cilat pas 30. Maqedonia ka marrë herën e parë, ka qenë në një event, me thonë para 4 viteve, pas 30 viteve. Shqipëria ishte, ka qenë 2016, më falë, po 2016, Shqipëria nëse i bjen mas 100 e sa viteve, mirë po 100 viteve, po, apo ta marrim mas komunizmit, të marrim 30 vjet gati. Malinezia, apo një Slovenia, se për këto vite ka qenë vetëm njerë pjesëmarrëse, domethënë evropian, mirë po, ne si duket ka njëherë prej dëshirës së madhe, dhe më thonë që po... Kemi ambicet e mbaja, është të vërtet. Okej, mirë, po ambicet duhet jenë gjithmonë duhet jenë ashtu reale, sepse, për shembull, nëse analizojmë edhe këtë një
Itali nuk është pjesëmarrëse e 2 botërorave të fundit. Një Itali e cila 4 herë ka qenë kampion botë. Kampionat i botës. Kampion botë. Kështu që mirë, ne duhet të punojmë për atë. Mirë, por nuk duhet të zhgënjehemi, nuk duhet të marrim gjonat ashtu, domethënë që hajde për shpejti, e posaçërisht në mënyrë vetëm kritike se nuk po. Amo ju e dini prapë po them më mirë se unë nuk i përkas, nuk jam gazetar i sportit, por nga ajo që i përcjellin nga anash. Edhe është një e vërtet, zoti Shosholli, që Kosova ka shumë talent edhe prodhon futbollistë mirë. A mund të themi për këtë? Po është e vërtet, ne nuk është rastësisht për shkakun që kemi vend i vogël, prodhojmë futbollistë mirë. Po korab, kjo në lidhet me nënqiellin. Po. Hajde, themi për shembull Brazili, hajde po e marr tash si shembull Brazili është kombi i madh. Kombi i madh, po megjithatë është furnitor, domethënë gati i gjithë botës me futbollistë. Mirë, po nënqielli vetë fakti, domethënë thotë edhe se ne nënqielli është ai domethënë që kemi talent. Domethënë ne kemi brumin, e kemi talentin, e kemi lëndën e parë, nëse shprehem në atë jargonin ekonomik, domethënë ne kemi lëndën e parë, mirë, po lënda e parë duhet të përpunohet edhe të del produkti final. A produkti final në këtë në rastin ton në futboll do të thonë prodhimi futbollistë. Ne deri me tani nuk është që s'kemi prodhuar futbollistë, këto lidhje duke filluar prej Vedat Moriçi, Rashica, Rahmani, Albioni, vërtet Amiri, Albioni, shumë tjerë tani Delova, tani ky djalin Francë që volon ky, si pa them ky Zhegrova. Mirë po, kemi shumë talent. Mendoj sa kemi talent, mendoj ne duhet të organizohemi shumë më mirë, posaçërisht të kujdesemi domethënë në profilin, edukimin dhe trajnimin e trajnerëve, domethënë që këtë aset që e thema, lëndën e parë që e kemi domethënë ta përpunojmë dhe të dalin ashtu të prodhojmë shumë futbollistë, e që përveç anës profesionale është edhe ana tjetër financiare, sepse domethënë çdo futbollist i cili del për jashtë qoftë për klubin, qoftë domethënë gjeneron të holla. Prandaj unë mendoj që kemi brum, kemi ashtu po mendoj mirë, po duhet ta gjejmë të modelin, mënyrën domethënë e punës që këto talent të vinë ashtu në shprehje. Unë mendoj që jemi në rrugë të mirë, shumë të mirë. Tani po kampin e kemi kampin domethënë që kompleksin sportiv që federata e ka vënë ai Vali, që ka shumë pak ashtu federata. Bile po ju citoj ashtu para 2 viteve babani ishte mysafir këtu në Federatën e Futbollit të Kosovës. Dhe patëm një direkte përbashkët disa me te. Ish futbollisti kroat që ka qenë Bobani. Po, Boban, po Zvonimir Bobani që në Milano që ka luajtur futbollist. Me përmasa botërore. Dhe po e citoj, tha, se i ka vizitu këto, për infrastrukturën tonë, po sa që është këtë kampin, thot ju i keni infrastrukturën gotë më të mirë se të Kroacisë. Kosova. E që është, domethënë, një kënaqësi që kemi filluar, domethënë, edhe në infrastrukturë, që këtë kampi që thash për shumë së shpejti do të përurohet, e që është bazë, domethënë, për punë për gjenerata të reja që të prodhojmë ashtu futbollistë dhe të vim deri në aty ku e kemi ashtu, domethënë, është drejtë. Po përfundojmë me ju. Pozitive është se nga Liga e Kosovës, Superliga e Kosovës tash janë kombëtarë shumë futbollistë ftohen. Kjo është shumë pozitive, se më herët thuaj se vetëm futbollistët nga jashtë që janë zhvilluar jashtë, po thirrën kombëtarët tash do të thotë kanë rrit atë nivel që të jenë pjesë e kombëtarës, dhe kjo është shumë pozitive. Shumë futbollistë përshkojnë klubet e Evropës dhe mendoj se kjo do të vazhdojë ky rrugtim i futbollit të Kosovës, sepse ardhmja e futbollit të Kosovës është tek këta futbollistë. Është falkorat të ndërlidhur me Ganium. Është demantu një tezë të disa seleksionues, pa qëllim të kritikoj, mirë për shumë e vërtet, sepse kemi pas, domethënë, për formimit të kombëtarës, pranimin vërtet 2016 se Kosova nuk ka futbollistë të përgatitur për që të jenë të suksesshëm në gara ndërkombëtare. Që është demantu kjo tezë, është demantu me vetë fakti që në 2-3 vitet e fundit e kemi domethënë shumë futbollistë që janë tani standard të kombëtarës. Delova, Amiri, Rahmani, thash pak pare, Rashica, Vojvoda, Zhegrova, të gjithë këta janë domethënë ashtu që kanë dalë, janë prodhu prej ligave tona. Prandaj, domethënë, është mirë, nuk është e mirë, por është demantu që teza që disa seleksionues kanë thonë se në Kosovë nuk kemi futbollistë të përgatitur për gara ndërkombëtare. Ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetë me qenë emisionin Vojaž. Kënaqësi që bëta në studio. Faleminderit.
Të nduar shikues, faleminderit edhe ju që na ndoqët, ne shihemi të dielën tjetër. Mirëmbëngjes.